Policia kundër terrorizmit po heton zjarrin e nën stacionit elektrik I cili mbylli aeroportin Heathrow të Londrës gjatë gjithë ditës së sotme, mes pretendimeve se mund të jetë një sulm sabotazhi nga Rusia I lidhur me fushatën e Vladimir Putin për paqëndrueshmërinë në Europë. Më shumë se 1300 fluturime drejt dhe nga aeroporti më I ngarkuar I Mbretërisë së Bashkuar preken sot për shkak të mbylljes së tij pas zjarrit në nën stacionin elektrik të North Hyde, mijëra shtëpi mbetën pa energji elektrike, ndërsa më shumë se 100 persona u evakuuan pasi transformatori në nën stacion mori flak, duke shkaktuar një shpërthim të madh që u dëgjua në zonë. Zyrtarët perëndimor kanë akuzuar Rusinë dhe përfaqësuesit e saj për organizimin e 10 sulmeve dhe incidenteve të tjera nëpër Europë që nga pushtimi I Ukrainës 3 vjet më parë. Ata pretendojnë se kjo fushatë është një vazhdim I luftës së presidentit Putin e krijuar për të mbjellë përçarje në shoqëritë europiane dhe për të minuar mbështetjen për Ukrainën, megjithse Kremlini ka mohuar se po kryen akte sabotazhi kundër perëndimit. Më herët këtë javë Putin kishte rënë dakord për një armëpushim të kufizuar duke ndaluar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës pas telefonatës me presidentin amerikan Donald Trump. Tani ekspertët po analizojnë nëse Rusia mund të ketë lidhje me zjarrin në nën stacionin e Mbretërisë së Bashkuar, I cili ndikon në 679 fluturime të planifikuara për të ateruar dhe 678 nisje nga Heathrow. Policia kundër terrorizmit përfshihet në hetim për shkak të nevojës për të përcaktuar shpejt nëse ka pasur sabotazh dhe për të sqaruar çështjet e sigurisë mbi mënyrën se si një zjarr I vetëm mundi të rrëzonte një pjesë kaq të rëndësishme të infrastrukturës. Kjo ndodh pasi spionët rusë dërguan një pako me lodra seksi elektronike në Europën perëndimore përpara se të fshihnin pajisje zjarrvënëse që u aktivizuan në depot e Dölës në Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani korrikun e kaluar, në ato që pretendohet ketë qenë një provë për një sulm të mundshëm ndaj një fluturimi drejt SBA-ve. Duke reaguar ndaj zjarrit në Heathrow sot, eksperti I sigurisë Will Gedges, drejtori dhe themeluesi I International Corporate Protection Group, I tha Mail Online se Heathrow ka qenë duke shqyrtuar zgjerimin. Kjo nuk është një reklam e mirë për aftësinë e tyre për ta bërë këtë në mënyrë të sigurt. Nëse unë do të isha një palarmike e huaj dhe do doja të ndërprisja një nga aeroportet më të ngarkuara në botë, të shkaktoja një turp ndërkombëtar dhe të hapja shumë pikë pyetje, do të synoja diçka si një nën stacion elektrik.